Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Autoritetet e Kosovës kryen ngërmime të martë në një fshat në veri të vendit pas dyshimeve për një varrezë me mbetje mërtore të një grupi shqiptarësh të vrarë gjatë luftës në vitet 1998-1999. Ministri i Detyrës Punëve të Brendshme, Xhelar Zveçla, tha se ngërmimet vijnë pas hetimeve 2 vjeçare dhe arrestimit të 2 të dyshuarve një ditë më parë në këtë rajon të vendit. Zveçla tha se bëhet fjalë për një varrezë masive, por nuk dha më shumë hollësi teksa ngërmimet vazhdojnë. Më herët prokuroria tha në njoftim se 2 burra të arrestuar të hënën në rajonin Mitrovicës për krime lufte dyshohen pikërisht për këtë rast. Austriaku John Sedler, që përfaqëson Bashkimin Evropian në Maltaziu, ka bërë thirrje përfaqësuesve të shumicës parlamentare në Podgoricë se do të ndërpritet çdo marrëdhënie nëse vazhdon fushata e çnjojjes së Kosovës nga kuvendet komunale. Paralajmërimi konfirmohet nga nismëtari i kësaj fushate, kryetari i Partisë Demokratike Popullore në Maltazi, Serbi Milan Knežević. Reagimi erdhi pas vendimit të marrë ndaj Kosovës në kuvendin komunal të Plevljes. Qytetarët e Rusisë dhe Kinës nuk do të mund të hyjnë më në Maltazi pa vizë duke filluar nga 1 nëntori 2026. Vendimi vjen pas miratimit nga qeveria malazeze të ndryshimeve në rregulloren për regjimin e vizave me qëllim harmonizimin e politikës së vizave me Bashkimin Evropian. Përveç Rusisë dhe Kinës, në këtë listë përfshihen dhe qytetarët e Bielorusisë, Arabisë Saudite dhe Turqisë, të cilët do të kenë nevojë për vizë për të hyrë në Maltazi. Nga Ministria e Punëve të Jashtme e këtij vendi bëjnë të ditur se ky hap përbën një nga kriteret përfundimtare për mbylljen e kapitullit të 24 në negociatave me Bashkimin Evropian, që lidhet me drejtsinë, lirinë dhe sigurinë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Vion puna në bypassin e Tiranës. Me një gjatësi për 21 kilometrash, projekti parashikon ndërtimin një rruge të kategorisë A. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë, Enea Karakaçi, së bashku me drejtorin e Autoritetit Rrugor Shqiptar, Ami Kozeli, inspektuan ecurinë e punimeve për këtë vepër, ku deri më sot janë realizuar mbi 30% e tyre. Ky 8 kilometër që është i rëndësishëm pasi sigurisht bën edhe ndërlidhjen me autostradën Kashar-Leke, të cilën tashmë dokumentat ligjore janë përmbyllur dhe ka ngelur vetëm projekti i zbatimit për të miratuar nga Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe ne krijojmë hapësirën tani për të filluar dhe punimet me këtë autostradë shumë të rëndësishme, pjesë e korridorit Adriatico Jonian. Ndërkohë, për sa i përket procedurës tjetër, po është të rëndësishme që ndërlidh bypassin me Tiranë-Durrës dhe Tiranë-Elbasan. Autoriteti Rrugor Shqiptar ka bërë tani së fundmi procedurën e prokurimit për sa i përket bypassit aty të ajo. Jemi në fazën përmbysuse të dokumentacionit e trafikut të Bradasheshit. Ministri Karakaçi vlerësoi bypassin e Tiranës si një projekt strategjik, pasi bën të mundur lidhjen mes autostradës Milot-Tuman-Kashar me vazhdimin e autostradës Kashar-Lekaj si pjesë e korridorit Adriatico-Jonian, si dhe lidhjen e autostradës Durrës-Tiranë me autostradën Tiranë-Elbasan, pjesë e korridorit të 8, duke anashkaluar qytetin e Tiranës. Maqedonia shënon rritjen më të madhe të trafikut ajror dhe turizmit në Europë dhe Azinë Qendrore, vlerëson zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski. Sipas tij, Maqedonia pavarësisht sfidave globale ka arritur rezultate rekord në aviacion dhe turizëm, rezultate që janë vlerësuar dhe në analizën e Bankës Botërore. Nikolovski tha se me një rritje vjetore prej 40% të ardhjeve të pasagjerëve, Maqedonia është veçuar si vendi më i suksesshëm në Europë dhe Azinë Qendrore në këtë fushë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.